Nëse zekatin ja ke dhënë një njeriu që ti mendon se ky sipas fesë e meriton t'ja japësh zekatin, por më pas të rezulton se është e kundërta, si gjykohet? Nëse ja ke dhënë zekatin një personi, duke menduar që ai e meriton zekatin. Po pastaj ka rezultuar që ai nuk e meriton, nuk ka gjë, quhet e pranuar si zekat, quhet i saktë, dhe nuk ke detyrë që ta japësh përsëri këtë zekat. Mirë po, njeriu duhet kujdeset, duhet shoh mirë nëse personi që do t'i jap zekatin e përfiton apo jo. Gjithsesi, nëse njeriu mendon me fjalë që është një familje, një person përfiton zekatin, ai mund t'i jap zekatin dhe nuk ka nevojë të pyes aq hollësisht. Mjafton që, domethënë, ka përshtypjen që ky e përfiton zekatin. Po kështu nëse ta kërkon zekatin e pasurisë një person, në rast se vëren që ai e përfiton, ja jep pa u interesuar shumë. E nëse duket që ai është i aftë për punë dhe nuk ka pse t'i jepet zekati, atëherë përderisa ky e kërkon zekatin, mund t'ja japësh, por duke e informuar që zekati nuk i përket, nuk i takon një të pasurit dhe as njeriu që është i aftë për të fituar dhe për të mbajtur vetë.